Tre pasardhësit e mundshëm të Guardiolës. Manchester City përgatitet për fundin e epokës së ardhë. City është në prag të një momenti historik, pasi pas pothuajse një dekade dominimi total, epoka e Pep Guardiolës mund të mbyllet në fund të këtij sezoni. Klubi nga Etihad po planifikon me kujdes tranzicionin më të madh të viteve të fundit, dhe tashmë janë identifikuar 3 emra të nxehtë për të marrë stafetën. Vincent Kompany, legjenda e City që po shkëlqen si trajner të Bayern Munich me një filozofi të guximshme loje. Roberto De Zerbi, njeriu i futbollit sulmues që maniti Anglinë me Brightonin dhe tani po frymëzon Marseille. I fundi por jo nga rëndësia është spanjolli Andoni Iraola, truri modern i Bournemouthit që po fiton respekt me stilin e tij energjik e progresiv. Në Etihad e din, kushdo që do ta pasoj Pepin, duhet të jetë gati të vazhdojë revolucionin, jo ta ndalë atë. Por ju shikues të nderuar, cili mendoni se duhet të jetë pasuesi i Guardiolës te City, na tregoni në hapësirën për komente.